Shikoj se tani jemi me rubrikën Këndi Familjes dhe sot a kemi një diskutim po ashtu të rëndësishme, do të flasim për fizioterapitë se janë të rëndësishme dhe po ashtu cilat janë problemet më të shpeshta të cilat trajtohen nga fizioterapeutët, po ashtu cilat janë dallimet e sëmundjeve të ndryshme që më pas ndoshta guxon që fizioterapeuti t'i trajtojë dhe të tjera ndoshta që shpeshherë mendojmë që ato i trajton fizioterapeuti, mirëpo që ne bëjmë ndoshta gabime në to. Gjitha këto i diskutojmë bashkë me Fuad Shatrin, i cili është fizioterapeut dhe kam këtu në studio. Mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë që keni ardhur sot. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Atëherë, zoti Shatri, cili është roli i fizioterapeutit në përgjithësi? Çka është fizioterapia? Fizioterapia është degër relativisht e re në vendin tonë. Fizioterapia merret me rehabilitimin e sëmundjeve. Gama e fizioterapisë është shumë e gjerë, gjen vend gati të secila disiplinë mjekësore, domethënë te pjesa ortopedike, neurologjike, pediatrike, kirurgjike, do të thotë ka gamë shumë gjerë. Pas secilit domethënë fizioterapeuti bën pjesë ose është njëra ndër shtyllat kyçe të sistemit multidisiplinar të mjekësisë. Mirë, po cilët lloj apo kategori të pacientëve marrin më shumë terapi fizioterapeutike? Po mendoni me moshë apo edhe me moshë, edhe ndoshta cilat janë problemet më të shpeshta të cilët vinë tek ju edhe marrin trajtime. Cilat i keni në përditshmëri, në rutinën tuaj? Përditshmëria jonë është më shumë janë problemet me boshtin kurrizor, ose që është një në vendin tonë hernia diskale, ose termi mjekësor është hernia diskale, do të thotë kryesisht janë problemet me boshtin kurrizor. Do të thotë janë problemet e neurokirurgjisë dhe problemet ortopedike. Këto dyja janë më shumë. Sa i përket moshës, tash nuk ka një përpara ka qenë vetëm moshat e shtyre kanë marrë trajtmane fizioterapeutike. Tash do të thotë në ordinancat tona ne kemi më shumë moshat e reja se sa moshat vjetra, krahasim me disa vite përpara. Se mendoni që ky trend tash ka ndryshuar? Rrit duke kërkuar ndihmë nga fizioterapeuti? Kjo ka bëjë jeta sedentare cilën e bëjmë, edhe tash ka ndryshuar edhe stili i profesionit. Përpara ka pas shumë pak të punësum në banka, do të thotë jeta sedentare është shkaktari kryesor, qëndrimi gjatë ulur, mungesa aktivitetit fizik, jeta është shumë dinamike, shumë pak ka që merren me aktivitete fizike, dhe kjo i sjell zakonisht problemet me bosht kurrizor. Po cilat probleme zakonisht i trajtoni vetëm me të moshuarit? E kam fjalën që vetëm tek ta ndoshta ndodh për shkak të moshës së shtyr, dhe më pas cilat janë ato të rinj, të cilët edhe juve ju befasojnë çdo ditë më shumë që vinë dhe kërkojnë trajtim nga ana juaj. Të më shumë mujmë i dallu sëmundjet reumatizmale, si artriti reumatoid, osteoartriti, zakonisht të më shumë janë këto probleme, po s'do të thotë që s'ka edhe probleme tjera. Të më shumë i veçë problemet reumatizmale, domethënë që është një jetë në popull të na reuma. Dhe ndërsa të tretë janë problemet me herni diskale. Hernia diskale është shkaktari kryesor i dhimbjeve të boshtit kurrizor. Edhe shumë do të ka dhe probleme muskulare, po në mas të madhe janë problemet me herni diskale. Hernia diskale, për m'ja u shpjegu, është një mes boshtit kurrizor ka dhe disje intervertebrale. Rrshitja e disjut njihet si herni diskale. Kjo ndodh për shkak qëndrimit ngritjeve të peshave të rana, qëndrimit gjatë ulur, ka shumë faktor, dobësisë muskulare, po ka një varg faktorësh që mujmë i cek cilët e shkaktojnë herni diskale, por të tretë mujmë e thonë që hernia është shumë problematike. Pse? Pse tek të rinj ka shumë? Tek të rinj se mungesë aktivitetit fizik, që shë cekem edhe me herët jeta sedentare, ka shumë faktorë të pacientat ose të personat që punojnë në ndërtimtari, ngritja peshave të rana dhe këto gjëra e sjellin shumë probleme të boshtit kurrizor ose më saktësisht me herni diskale, sidomos në pjesën lumbale. Ne po e përmendim vazhdimisht të dhimbjet e shpinës, të qafës, të mesit, të cilat janë të zakonshme, e tash edhe të rinj fatkeqësisht po e përjetojnë gjitha këto dhimbje dhe më pas duhet një trajtim nga ana juaj. Patjetër janë ndoshta këto shkaqe të cilat i përmendëm pak më parë që mungesa aktiviteteve fizike dhe peshat e rënda të cilat i mbajnë, apo mundet me qenë edhe diçka gjenetike që ndoshta edhe prindrit tanë kanë pasur probleme të njëjta, apo kjo ketë varet nga aktiviteti po ashtu dhe stili jetës të cilën e bën? Hernia diskale dhe problemet me bosht kurrizor nuk trashëgohen. Këto janë probleme fizike. Këto janë probleme të cilat fitohen. Si trashëgimi mujmë me gjetë sëmundjet reumatizmale. Të sëmundjet artritit reumatoide, këto kanë bazë gjenetike. Ndërsa këto problemet me bosht kurrizor, herni diskale, këto jo. Se këto variojnë, varet aktivitet tjetër kryen, aktivitet kryen ju. Dallon shumë njëri prej tjetrit. E të sëmundjet reumatizmale, këto janë sëmundje trashëguese.
Si bëhet vlerësimi i terapive pra për një pacient? Sepse patjetër dhimbjet janë nga më të ndryshmet, mirë po ndoshta lëvizjet përderisa i bëni terapit janë të njëjta ndoshta. Mirë po si e bëni vlerësimin se kush çka ka nevojë? Kjo është në ordinancat tonë, ne i trajtojmë në baza personale se cilin pacient. Se cili pacient e ka programin e veçantë. Po kur e kem një problem të ngjajshëm unë dhe ju, atëherë tretmanin normal që nuk ka nevojë më dallu. Po kjo varësisht tash na e shohim problemin në cilën fazë është. Tash ka imazheri diagnostike tepër të avancume, kem rezonancën magnetike, i kem rentgenin e thjesht, ka shumë metoda cilat mund të zbulojmë shumë herë. Përveç këtyre ne në fizioterapia i kem edhe testet speciale cilat quhen, edhe nëse pacienti nuk e ka një rezonancë magnetike, ne në bazë testeve mund me ditë pak a shumë për shembull në cili nivel është hernia diskale, në bazë testeve speciale cilat i kryjmë. Po, tash është pak ma letë kohëve të fundit, sepse imazherit janë shumë sofistikume, edhe vrejmë problemin. Po, pastaj në trajtim shkoj me qasje personale të secili pacient. Sipas nevojës që e ka. Sipas nevoje. Nuk mund ta trajtojmë. Po ashtu ka shumë edhe gabime të cilat bëhen, sepse ne i njohim si diagnozë diferenciale. Pacienti mundet me pas dhimbje për shembull te pjesa këmbës, po nuk do të thotë që gjithmonë është ka probleme nervin ischiadik, ka probleme tjera që variojnë. Për ata na i bëjmë edhe testet, të cilat e bëjmë diagnozën diferenciale, e dallojmë saktësisht çka është. Po, dua ta bëj një pyetje në bazë të përvojave tuaja të cilat i keni pas deri më tani. I përmendet shpesh që disa gabime ndoshta munden t'i bëjnë edhe pacientët gjatë trajtimit të tyre, mirë po a ka gjasa që keni pas? Nuk është problemi të pacientit, është problemi të profesionistëve shëndetësor. Se pacienti është laik në atë çështje, po është problemi të profesionistit. Po, mirë po në disa raste, shembull në fitness, nëse shkon e zëm dikush, edhe nganjëherë nuk merr këshilla profesionale nga ana e trajnerit. Edhe sepse përmendëm në ndërtimtari për shkak të peshave të rënda, mundet më pas të kemi probleme me shtypën kurrizore, ku ta dimë mesin, dhimbje të tilla. A keni pasur raste që keni pas pacientë të tillë të cilët kanë bërë ndoshta ushtrime të gabuara, edhe kanë menduar që thjesht mos ta paguajë një trajner fitnessi pak më shtrenjtë, mirë pa ato të cilat i kanë parë në praktik pra nga të tjerët, edhe kanë lënduar veten realisht. Ka shumë raste. Për çdo ditë ballafaqohena me raste të tilla. Çfarë gabime më së shumti kanë bërë edhe që kanë bërë dëm vetes më pas? Më së shumti janë disbalancë muskular ka. Do thotë ngritja e peshave të lira. Këtu e bëjnë gabimin më të madh, sidomos rinia. Shumë bëjnë gabim ngritjen e peshave, domethënë pa trajner, pa fizioterapeut, vetëm ngrit pesha të lira. Zakonisht gjithmonë ka tendencë me ikë njëna pjesë edhe krijohet disbalancë muskular. Po ashtu që kam brejt shumë, kam brejt edhe njerëz me mbi peshë cilët hypin trak. Traka është shkaktar, duhet të jesh sportist aktiv që ti të bësh gjimnastik në trak. Sepse problemi kryesor ju bjen te traka, ju bjen gjojve. Pajisje shumë e mirë, edhe shumë e lirë, shumë efikase është orbitreku. Orbitreku është pajisje perfekt, i vendos krejt sistemin muskular, vendos... Si lloj biciklete, a? Po, jo si bicikletë, orbitreku është edhe me durë edhe me këmbë. Po, jo vetëm, unë jam kundër kësajna që një pjesë ose bicikleta, sepse gjithë barra ju bje gjunjeve. Do të thotë pesha trupore shpërndahet te orbitreku. Derisa te traka, unë shoh pacienta shumë mbi peshë që vazhdojnë aty, tentojnë përmes trakës me u peshë, por ajo ju bën i shkatron gjunjët, se komplet barra ju bjen nyjes së gjunjeve. Po. Më pas terapit, po besoj që edhe në bazë të problemit dhe nivelit të cilën vetë se kanë të zhvilluar, më pas shkon trajtimi më gjatë apo më ndryshe. Zakonisht si shihni ju seancat, si parashikoni deri në sa seanca dikush duhet të shkojë në mënyrë që të ketë një përmirësim në atë problematikën vetë se që është shfaqet ka tek ju? Secili organizëm vepron format ndryshme. Tash ne nuk mund të parashohim një problem që duhet 10 seanca, 5, 3, varësisht për problemi që ka. Zakonisht të ne shqiptarët kultura shëndetësore, edhe pse faktikisht vitet fundit është rrit, po kohë me herët ka qenë shumë e varfne, zakonisht problemin deri e lojmë shumë u bë shumë i madh. Derisa e simptoma generalizume, atëherë ne i drejtojmë profesionistit shëndetësor. Dhe për çfarë po them, është pak më problem me caktu. Zakonisht
krejt pacient, s'moj më thonë krejt, për 90% pacientave cilë vinë në fazat përfundimtare të problemit tyre, për shembull të herni diskale. Se cili pacient që vjen dikon në shkallën e 3 hernis diskale. Që vetë ju ka zhvillu në mos të madhe. Vinë zakonisht gjithmonë në situatat të tilla, ndoshta kur e shohin që me të vërtet nuk po mundet do të funksionojnë, edhe do të më marrin një trajtim nga ana profesionistit, nuk marrin preventiva, nuk vinë më herët. E vërtet është, edhe nëse marrin preventiva të gabume. Por shumë mirë e the, gjithmonë vinë në faza përfundimtare dhe pastaj është shumë ma problem edhe për neve si profesionist, edhe për pacientin. Ja zakonisht nëse marrin preventivat gabume. Për shembull për një problem të boshtit kurrizor, përdorin tabletat ndryshme, këto problemet e boshtit kurrizor janë probleme fizike, nuk janë probleme organike. Nuk është si më pas dhimbjet të lukthit, si më pas probleme me boshtin kurrizor. Me bosht kurrizor nuk merren tabletat. Ti mundesh mi marrë për me ndalu dhimbjen, po nuk e rregullon problemin. Nuk e rregullon shkaktarin e problemit. Ai vetëm i bllokon receptorët e dhimbjes për një kohë të caktuar. Dhe shumica e pacientëve që vinë kanë përdorur me vite tableta, të cilat veç i kanë dalë dhimbjen për një kohë të caktuar dhe problemi ka vazhduar vetëm u rrit, sepse te boshti kurrizor, për marrim shembull tash, duhet ndërhyet fizikisht, nëse ka një herni diskale, ose duhet bëj fizioterapi, ose duhet të operohet. Por fizioterapia është qasja ma e lirë, emocionale, fizike, ekonomike, në tana aspektet është metodë shumë e mirë. Ka raste ku që patjetër pacienti duhet operohet, kur hernia diskale është masive, janë ato shkallë që ne i kemë ndame, por në mos të madhe problemet e mëdha trajtohen me terapi fizikale. Cilën e zgjedhin pacientët, sepse me gjas që me operim mendojnë që pak më shpejt i kryejnë, ndoshta kanë dhimbje për momentin, por që problemi arrihet më shpejt. Çfarë mendoni ju? Te boshti kurrizor, çështja e operimit është çështje e ndjeshme. Sepse nuk është si një problem tjetër, si një frakturë e gjurit, ose shputës, ose diçka, operimi në boshtin kurrizor është shumë specifik. Për profesionistin është shumë e lehtë operimi, për pacientin është barë shumë e rëndë, sepse pastaj gjithë jetën e ka një pikë dëp në organizmin e vetë. Për çta unë shumë pacienta i orientoj që jo për shkaqe financiare ose tilla, po që me fizioterapia është trajtojmë pacientin pa dhimbje, pa kosto të madhe. Fizioterapia pra është jo e dhimbshme për pacientin? Varet, unë kam faleminderit që e bëna këtë pyetje, se kam edhe shumë pacienta që thonë nuk jam spovi se kam shumë dhimbje. Ti kur s'kish dhimbje, s'ki nevojë marrë të fizioterapeuti. Se ekziston një dogmë shumë ma hershme që kur kish dhimbje nuk guxon të bësh fizioterapi. Fizioterapia nuk është gjimnastik. Ne përdorim shumë metoda, cilat janë edhe shumë efikase. Çfarë teknika përdorni? Kohëve të fundit ndoshta të cilat vetë janë më aktuale edhe të zhvillimeve të fundit? Po mendoni te boshtit kurrizor apo se na ndoshta në përgjithësi të problemeve të ndryshme? Po zakonisht na i përdorim metodat e fundit në ordinancën tonë për trajtimin e benzohernive diskale, që është më e shpeshta. Përdorim kiropraktik, kinesioterapi, elektro, osteopati. Suksesi qëndron ato që inkorporojmë disa metodat fizioterapisë në trajtimin e boshtit kurrizor, për marrim shembull. Ose te problemet e krahit, ku krijohen kalcifikatet, cilat quhen kapsuliti adeziv ose frozen shoulder, krijohen, tash i trajtojmë me shockwave, ka metoda shumë të mira për shkrirjen e tyre, s'ka nevojë për operime, s'ka nevojë për marrjen e bllokadave të ndryshme, por edhe në fizioterapi kanë përparuar shumë teknologjia dhe me atë sa po kemi mundësi pisillim edhe në Kosovë, që pacientat mos të operohen, të marrin tretmane me të lira, të marrin me efikase dhe të vazhdojnë jetën normal. Po, sa është e rëndësishme më pas edhe vazhdimi këtyre seancave në shtëpi? Apo bëjmë gabim kur pacientët mundohen që ato teknikat të cilat i ka përdorur fizioterapeuti duan edhe në shtëpi me i praktiku? Bëjnë gabime ndoshta? E përkeqësojnë gjendjen? Kjo është thikë me dy teha. Kjo ndodh edhe në klinikën time. Unë shumë pacientave ja u bëj vetëm atë pjesën cilën ata nuk mundën ta bëjnë të shtëpia. Vetëm programet profesionale i bëjnë në ordinancë, ndërsa pjesën e gjimnastikës e ushtrimeve i orientoj ta bëjnë të shtëpia. Po kjo ka një herë takmerret keq, sepse pacientat ose nuk i bëjnë ushtrimet ose i bëjnë në mënyrë të gabuar. Përsa shumicë pacientave tretmanin pjesën e ushtrimeve të programit ja u japi të shtëpia, por që në mbikëqyrje të kopaskoshme tonën.
Pas operimeve, të cilën vetë se përmendëm që është një problematike dhe nuk është një operim i zakonshëm, ndoshta patjetër, të gjitha operimet janë të jashtëzakonshme, mirë po që disa më të lehta, disa më të vështira për me i realizu. Më pas gjatë operimit, a duhet bërë terapi apo vetëm e dëmtojmë më shumë? Kjo është patjetër, pas operimit, këtu qëndron edhe rëndësia që e thash edhe më herët, pas operimit prap duhet bëhet terapi fizikale. Atëherë pse të operohem? Thëmë prap ka raste kur janë flamujt e kuq që patjetër pacienti duhet në operim, sidomos problemet me urinim ose kauda kuina në mjeksi, ajo është flamur i kuq që duhet me njëherë të intervenohet me operim. Por shumicën e raste, patjetër, jo shumicën e raste pas operimit duhet vazhdohet me njëherë me terapi fizikale. Çka duhet bëjmë ne në përditshmëri në mënyrë që të mos jemi pacient tuaj? Është kogja e vështirë me thonë çka duhet bëjmë, se cilin profesion që bëjmë, ndodhë që ka probleme që na shfaqen. Ma e mira është aktiviteti fizik, ushqyeshmëria e mirë, për mu janë këto faktorë kyç, ushqimi edhe ushtrimet fizike. Këto dyja nëse dimi harmonizu shumë mirë, s'keni nevojë me vizitu kur mjekun as fizioterapeutin as. A mund të kemi ndonjë simptom tjetër përpos dhimbjeve të këtyre e kam fjalën të muskujve tonë në mënyrë që ne ta dimë paraprakisht që kemi nevojë për një fizioterapeut dhe jo ndoshta kur përkeçon gjendja të vim tek kjo. Dhimbja është mik i njeriut. Dhimbja tregon se diçka nuk është të funksionu në organizëm. Po ka probleme, mbarësisht ku është problemi, ashtu janë edhe simptomat. Nëse ki për shembull problem me një herni diskale mes regionit L4 L5, mes unazave L4 L5 ose L5-s ne ki me parastezione ose empirje për gjatë këmbë, ka dhimbje, ka humbje të forcës muskulare, qëndrueshmërisë muskulare, edhe në raste më ekstreme ka humbje edhe të masës muskulare. Këto janë ndër faktorë, pastaj varësisht prej cilit region ndodhin janë simptomat që jep. Nëse kem për shembull problem me çushniet në popull me unazat e qafës, atëherë ndër shenjat e para që janë marramendja, ndjenja e vjelljes, ushtima në vesh, ka shumë dhimbje kokë, mpirje të kokës, ka shumë faktorë edhe këto gjithë shumë pacient ka që i përzin këto simptoma, marrin tretmane ose marrin medikamente për kohë të gjatë për një problem që nuk e u ka shkaktuar as lukti, as pjesë tjera të organe, po është një problem, për shembull nëse kemi një subluksacion të unazës, mes unazës parë dhe dytë, simptomat janë nauze ose vjellje, marramendje, ushtim vesh, ka shumë faktorë që ndodhin. Varësisht prej regionit edhe ku është problemi, simptomat janë, po kryesisht dhimbja është një ndër faktorët kryesor. Që tregon se diçka nuk është në rregull. Unë mendoj në fakt që si shoqëri nganjëherë edhe këto probleme shëndetësore tona i lëm në asgjë, vetëm ndoshta kur e kemi një masë të madhe të dhimbjes, atëherë vetë se lajmërohemi te doktori. Mirë, po çfarë thoni, çfarë jepni këshilla personave që thonë që hajt se kalon vetë është diçka momentale? Preventiva gjithmonë është më e mirë se shërimi. Kështu i bëj thirrje që ta vizitojnë një profesionist. Për shembull pacientat që kanë probleme me bushtin kurrizor, ta vizitojnë neurokirurgun, ortopedin, fizioterapeutin, të bëjnë një kontroll. Preventiva është shumë e mirë. Shumë e mirë është të trajtohet në fazat të hershme se sa të vazhdohet me shërim. Shërimi edhe ka kostet në tana aspektet shumë të mëdha, preventiva është shumë e thjeshtë. Faleminderit shumë edhe për këtë këshill. Faleminderit juve. Faleminderit edhe për kohën që e pata, që ishte sot pjesë e programit, shumë kënaqësi që ju pata. E kemi tash një historie e cila tregon për ChatGPT-n dhe po ashtu edhe për në përgjithësi njerëzit të cilët po e përdorin në vazhdimsi edhe madje edhe për probleme shëndetësore po e përdorin. A keni pasur raste të tilla që pacientët më përpara kanë pyetur ChatGPT-n dhe pastaj kanë ardhur tek ju? Përpara ChatGPT se kam pyet Wikipedia ka qasje gjithkush që mund shënoj, edhe në ChatGPT që falem edhe më herët, secili pacient, secili organizëm është specifik në veti. Mos merrni këshilla generalizume. Tash mjek fatmirësisht ka çdo kohë në Kosovë, në secilën deg, në secilën fush. Specialistin më të mirë ti brenda ditën në Kosovë mundesh me taku. Kështu që nuk ka nevojë për programe të tilla. Mund të merresh një orë të përgjithshme, po jo të fokusohesh për problemin tënd. Secili organizëm është specifik në veti, kjo ka rëndësi. E vërtet. Faleminderit shumë edhe për kohën. Kënaqësi që ju pata në studio. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Atëherë shikues, unë po ju lëm me këtë material të cilën vetë e paralajmërova. Johona e ka përgatitur